42%. Brenda 48 deputetëve. Na jemi dëshmitar gjatë kësaj periudhe që shumë deputet edhe etiketojnë mediat, shantazhojnë deputetet të ndryshëm, ushtrojnë presion të ndryshëm, edhe kjo opsioni zgjedhjeve nuk e vendos individi asnjë parti politike, por e vendosin procedurat. Në radhë parë duhet të zgjedhet Kovendi, kryetari i Kovendit, mandej të tentoj partia fituese të sigurojë numrat për formimin e qeverisë. Nëse nuk i siguron numrat partia fituese, atëherë opsioni mbetet te partia e dytë dhe te opozita. A është Albulin Agjiu figura që e unifikon ndoshta atë sallën plenare në kuvend që do duhet të udhëheqte legjislaturën? Vetë fakti që deri më tani nuk e ka marrë mbështetjen në 2 raunde të deputetëve partive të ndryshme, në kupton që nuk është përfaqësuesja e duhur. Por para se të vlerësojmë ne, kanë vlerësuar përfaqësuesit e qytetarëve dhe ne do t'i respektojmë këto qëndrime të tyre. Edhe pse po tentohet tregohet që nuk ka zgjidhje, do të jemi real që kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës s'paku ka jap një ide për të kaluar këtë situatë, publikisht ka shprehur gatishmërinë ta mbështesë kandidaturën e Shqipës Selimit dhe Sarandës, pra në kryetarës të Kovendit, që janë gjithsej 5 vota. Normal që duket që është që imponim, por megjithatë ka jap një opsion. Dhe është serioz ky propozimi? Por besoj që nëse Shqipe Selimi dhe Saranda vlerësohen nga partia tyre, atëherë mund të jenë edhe kandidatura serioze, duke pasur parasysh edhe aspektin dhe bagazhin kombëtar që kanë. Po, Bogojevci mund të ketë një përvojë në udhëheqjen e Kuvendit, si në kryetare e Kuvendit, në legjislaturën e 8, por Shqipe Selimi ndoshta për shkak të kaluarës si pjesë e UÇK-s, apo cili është motivi ndoshta që AKJ ta votojë atë. Vetë fakti që Shqipe Selimi është mandati 2 që fiton dhe fiton me një mbështetje jashtëzakonisht të madhe të qytetarëve, në kupton që ajo mund të jetë ngarë për kryetarët Kovendit. Secili deputet aty mund të jetë kryetar. Secili deputet, por në këtë rast ishte ideja ta vlerësojmë idenë e kryetarit Aleancës, që është në interes të funksionimit të institucioneve të Kosovës. U fol shumë që mund të mos jetë dikush nga lëvizja vetëvendosje potencialisht vetëvendosje si takon që ta propozoj si grupi më i madh parlamentar, po do të mund kishte qenë edhe Fatmir Limaj nga Nisma Socialdemokrate, megjithëse s'ka konfirmim që vetëvendosja dhe Nisma do të kenë partneritet ose koalicion për ta krijuar një shumicë parlamentare. A është ndoshta krejt kjo një lojë nervash, lojë politike, deri të arrihet një farë matematike, një farë kalkulimi për të ndarë pozitat e rëndësishme me një partner potencial? Po, në vlerësoj që në realitet këtë është lufta për me siguru votat në Kovend, dhe nuk kemi shumë opsione. Opsioni parë është një qeveri me 61 vota, mjaft e bresht, me shumë probleme, dhe me ju stabilitet politik, edhe